Sot është bën një muaj e gjysmë që banorët e Rriollit vazhdojnë dhe protestojnë. Ne ju kena treguar që do vazhdojmë të rezistojmë çdo ditë këtu te toka jonë. Derisa të nalen punimet, derisa të jepet një zgjidhje nga drejtësia. Ju lutem shumë institucionet e drejtësisë të japin drejtim çështjes dhe mos ta acarojnë më shumë. Problemi mund të jetë shumë i madh me banorët e Rriollit nëse drejtësia nuk flet. Bashkimula duhet më ndalu punimet për sa kohë drejtësia nuk ka folë dhe nuk i ka dhënë zot vërtetës. Fatmir Shpeza, Balmir më shku me hik dorë nga prona që ka falsifiku dhe me lan banorët në drejtën e tyre. Policia shtetit nuk duhet vazhdojë me dhunu banorët. Është po pranueshme që kanë bërë ditën e shtunë me dhunu banorët në atë farë mënyrë në një protestë krejt bashkësore. Policia shtetit duhet vazhdojë të bëjë detyrën e vet që paguhet nga taksat e shqiptarëve për me mbrojtë shqiptarët, jo për me mbrojtë oligarkët dhe kriminalat. Ju baj thirrje gjithë bashkëqytetarëve tonë që të na bashkohen në këtë protestë sepse nuk ka vetëm e Rriollit. Problemi i pronës është i gjithë shqiptarëve. Në qoftë se Rriolli fiton, është sigurt që ka fituar gjithë Shqipëria. Dhe na pashihni dhe ju se si janë organizuar forcat e shtetit, se që janë të bo, na kena vetëm me ju drejtua shtetit. A thua të pa shtetit na këthyr ketë ku na këti poplit dhe nuk po merë kur e dojnë maset. Njerëse do t'jetë bona të ndoshta, se diçka do të bënë ky popull sepse na tash 6 javë jena duke u përplas me polici dhe as një lloj drejtet. Direkt kryeministri, a mundet me pas se çan të bënë në Rrioll. Tan banorët e Rriollit na jena vendosur sa shtoka jon dhe do t'juftojnë për tokën tonë.